si ta prishim magjin me kukulla dhe me gjilpëra të ngulura nëse e gjejmë. كيف نبطل السحر بالدمية بالإبر إذا وجدناه؟ كيف يبطل سحر الإبر؟ الدمية بالإبر. طيب كيف يبطل؟ كيف يبطل؟ إذا وجدته تقرأ وتخرج هذا الإبر، وإذا ما وجدته وتأكدت أن هناك سحر بالإبر تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبطله. Nëse e gjen, kjo është gjysma fitores, ka mbaru puna. Merë dhe kënoj edhe iqi gjilpërat një nga një derisa ta shkatrosh komplet me ujë të kënu me tjerë siç dihet. Ama problemi është kur nuk e gjen dhe e di që është bërë në këtë formë, atëherë thot vetëm me dua dhe me lutje. Vetëm me dua dhe me lutje, vetëm me dua dhe me lutje dhe inshallah Zoti më ja zbulon njeriu se ku është شاء في روايات أن سحر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في بعض الروايات أنه كان فيه من السحر الذي فيه الإبر في شكل دمية واستمثال. Disa transmetime për magjin që është bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se ka qenë në disa transmetime ka qenë me gjilpëra të ngulidura dhe tip kukulle. Ajo që është bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.